Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sonte do të vazhdojmë me komentimin e surës Sharh. Dersën e fundit I shpjegum ajetet e para të kësaj sure, ku Allah subhanahu wa taala fillon me numëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, udhëntit mirësitë e mëdha që e ka dhënë atij. Ai thotë alam nashrah laka sadrak, a nuk ta hapun, nuk ta zëruam ty gjoksin ton. Po qëllimi është që e ka bërë gjoksin të hapur të përshtatshëm për mi pranu vendimet e Allahut, gjykimet e Allahut. Pavarësisht ajo vendime të kaderit, pa caktime apo vendimet fetare. Pejgamberi sa I ka pranuar ato lehtësisht. Wa wada'na anka wizrak, thotë edhe ta kemi largu ty peshën, parën. Wizrak qëllimi kemi thonë është për mëkatet. Pa që Allah subhanahu wa taala e ka falë mëkatet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithë. Alladhi anqadha dhahrak, thotë ajo peshë ose parë e cila ka rëndu ose ka lodhur shumë shpinën tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ndi keq edhe në shpinën e tij ka ndi peshë të madhe për shkak të disa mëkateve që I ka bërë. Allah subhanahu wa taala e ka falë dhe ja ka largu këto. Pastaj vazhdon Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa rafa'na laka dhikrak", ta kemi ngritur lart emrin ton. Përmendjen tonë, do të përmendën emrin ton. Nuk ka dyshim që Allahu subhanahu wa taala ka ngrit lart emrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Spari ne dim që emri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ngritet lart në vendin më të lartë para çdo namazi, e që është ezani. Po për muezini thotë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Po përmendet më herë pas Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu lartësimi ose ngritja e emrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është çdo namaz farz apo sunat apo nafile, ku njeriu ulet ndër tashahhud edhe përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po spari bën dëshmon me dëshmi la ilaha illallah, pastaj me dëshmin Muhammadur Rasulullah. Edhe kjo ndodh, do thot, me miliardë herë ose miliona herë brenda ditës. Më shumë, do thonë është pa mundur me llogarit sa muslimani falet brenda ditës, sa namazin e bën edhe përmend emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe treta është që ne e lartësojmë emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Allah e ka lartësuar emrin e tij përmes neve kur ne e kryjm çdo adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në çdo adhurim, çdo ibadet që e kryjm, jo të kohë ne edhe lartësojmë emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qysh kështu? Nga se çdo ibadet patjetër do të, çuçi kemi përmend shpesh, mi plotësu dy kushte bazike. Do që nuk pranohet pa këto dy kushte. E para është sinqeriteti, me bë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe e dyta është pasimi I rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj është e njohur që pasimi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur njeriu e bën një vepër, e bën një adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala, atë në zemrën e tina, edhe në mendjen e tina do thotë e kujton që këtë vepër ka bën sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ka ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë vepër. Atëherë kjo është për ngritjes ose lartësimit të emrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhdon Allahu thotë fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sot vërtet me vështirësinë vjen edhe lehtësimi. Edhe konfirmon prapë Allah subhanahu wa taala këto thotë vërtet me vështirësinë vjen lehtësimi. Kjo është përgëzim e Allahut subhanahu wa taala, myshdë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për këtë umetin e tij. Po Allah subhanahu wa taala po na premton që mas vështirësisë vjen lehtësimi. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas vështirësi të mëdha. Sa ka qenë në Mekë, do të dihen vështirësitë e shumta, torturat që kanë bërë, mendimet, ofendimet, persekutimet. Po ashtu në Taif kur u shku, po ashtu kur ka bërë hijrat në Medinë, do të për munafikëve vështirësi që ka pas për hebrejve aty, do në kurthat që I kanë bërë ata kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kështu me radhë. Allahu po I tregon se pasi që ta kemi hap ti gjoksin, ta kemi largu peshën e mëkateve, po të kemi fal, atë kemi ngrit lart emrin ton, edhe këto janë mirësitë madhështore, po mirësitë mëdha dhunti që I ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, atëherë po I tregon se këto vështirësi që ja godit me to, gjithsesi pas tyre do të vijë lehtësimi. Që Allah Ibn Abbasi kur e komenton
Këto dy ajete thot len yaglibe usrun yusrain. Një vështirësi nuk ka mundësi mi imposht dy lehtësime. Po këto transmeton Imam Maliku në librin e tij Muwatta. Po ashtu Ibn Abi Shayba, Bayhaqiu në Shu'ab al-Iman, Hakim al-Mustadrak e kështu me radhë. Çish kuptohet kjo fjala e Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, që nuk ka mundësi në vështirësi mi mujt apo mi imposht dy lehtësime. Kur këto dy ajete, edhe vështirësia dhe lehtësimi u përmend ka dy herë. Don me vështirësinë vjen lehtësimi, me vështirësinë vjen lehtësimi. Kurse Ibn Abbasi po thotë se këto është një vështirësi e dy lehtësime. Kjo kuptohet nëse i kthehemi shkencës që arabisht quhet el-balagha, elokuenca. Kjo është për elokuencës gjuhës arabe. Po në arabisht, nëse një fjalë përsëritet brenda një konteksti ose një fjalie, edhe është në trajtën e shuar me el, atëherë arabisht që eli quhet lil ahdi dhikri. Po qëllimi është se nëse që kjo fjalë përmendet dy herë brenda një fjalie me el, atëherë është e njëjta fjalë. Nëse vjen trajtën e shuar, atëherë është e njëjta fjalë. Po për qëllim është e njëjta gjë. Edhe këto do thotë el-usr, vështirësia u përmend me el dy herë. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pra u përmend trajtën e shuar dy herë. Kurse nëse një fjalë përmendet gjithashtu dy herë brenda një fjalie, brenda një konteksti, atëherë nuk është e dyta e njëjtë sikurse e para, pra ndryshe. Pra këto janë dy lehtësime. Prandaj edhe Ibn Abbasi radhiyallahu anhu po tregon edhe po thotë se nuk ka mundësi, do thotë që një vështirësi mi imposht dy lehtësime. Pra gjithçysh ka më ardh lehtësimi prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe këto fjalë janë lajm që po na jep Allahu subhanahu wa taala. Edhe na e dim që lajmet e Allahut subhanahu wa taala janë të vërteta, ose janë përsosura në vërtetësinë e tyre. Edhe nuk ka mundësi që premtimi i Allahut subhanahu wa taala të thyhet. Allah na ka premtuar që me vështirësi janë lehtësime. Atëherë do të më di që çdo vështirësi që do godet ty si individ apo umetin islam si umet, patjetër me to është edhe lehtësimi prej Allahut subhanahu. Po neve na mbetet me pas mendim pozitiv për Allahun subhanahu wa taala dhe me prit lehtësimin prej Allahut subhanahu wa taala. Nëse i kthehemi për shembull se lehtësimi këtu i përfshin do të dy aspektet, edhe çështjet fetare, edhe çështjet e kaderit. Nëse i kthehemi çështjeve fetare, kjo është e qartë, domthonë është edhe rregull në bazat e fikut, kullama dhaqa al-amru ittasa. Sa më shumë që ngushtohet çështja, aq më shumë vjen deri te lehtësimi. Për shembull, nëse njeriu falet, mirë po është smut, nuk ka mundësi mu fal kom, atëherë i lehtësohet mu fal ulun. Nëse nuk ka mundësi mu fal ulun, atëherë i lehtësohet mu fal shtrit. Kjo është lehtësim prej Allahut subhanahu. Nëse vjen shtir mu fal kom, atëherë falet ulun. I vjen shtir dhe ulun mu fal, atëherë falet shtrit. Në njërin krah apo në shtëpinë, çështë vjen aty më lehtë. Po ashtu, sa i përket agjërimit, njeriu kur është vendos se ka obligim agjërimin. Mirë, po kur udhton, i vjen lehtësimi prej Allahut subhanahu, nga se udhëtimi ka vështirësi. Mirë, po kur është vendos do të ka smundje, s'mundet me përballu agjërimin. Vjen lehtësimi prej Allahut subhanahu taala që i lejohet me prish. Te haxhi për shembull, se ki mundësi me shku me po haxh, e ki obligim. Nëse nuk ki mundësi atëherë s'bëhet obligim. Madje edhe nëse ke fillu haxhin, mirë po të vendoset një pengesë në rrugë, e s'mundesh me kompletu, atëherë do thotë ki lehtësim prej Allahut subhanahu taala që më ndërprek. Që thotë Allahu atimul hajja wal umrata lillah, fa in uhsirtum famastaysara min al-hadi. Plotësoni haxhin edhe umrën për hir të Allahut. A nëse pengoheni, jo dalni pengesë rrugë, atëherë thërrni për hir të Allahut subhanahu taala çka t'ju lehtësohet prej qurbanave, prej hadjet. Kështu, do të thonë njeriu, sa më shumë që i vështirësohet adhurimi, do të thonë më njëherë vjen lehtësimi prej Allahut subhanahu taala. I vjen lehtësimi. Allah subhanahu taala do thotë ka pru lehtësime në fen tonë. Po ashtu sa i përket qadas dhe kaderit. Në gjykimet apo vendimet e Allah subhanahu taala apo paracaktimet. Po Allah subhanahu taala cakton për robën e tij në sprova fatkeqësi. Do të i ngushtohet jeta. Ka njëherë i ngushtohet edhe gjoksi i tij. Ata njeriu kur nuk do të më humb shpresën te Allah subhanahu taala. Kur nuk do të më dëshpëron, nga se do të më ditë që me vështirësinë vjen lehtësimi.
E ky lehtësim që vjen prej Allahut subhanahu wa taala, nganjëherë ka mundësi me kon lehtësim konkret, do të thonë që ti e sheh me sytë tu. Pra përjeton me shisat tua. Për shembull, njeriu është i varfër, i vështirësohet shumë jeta, i ngushtohet shumë rrisku, edhe Allah subhanahu wa taala pastaj ja hap rrezikun. Po i vjen rreziku prej Allah subhanahu wa taala, dhe Allahu do t'i jep pasuri dhe i lehtësohet kjo vështirësi. Ose njeriu është smut, lodhet shumë prej kësaj smundje. Allah subhanahu wa taala ja lehtëson këtë vështirësi. Pra shëron prej kësaj smundje. Po kjo është një lehtësim konkret që njeriu e sheh me sytë e tij. Mirë, nganjëherë do thotë lehtësimi është vetëm kuptim ose abstrakt. Kjo është qëllimi i kësaj, no? Qëllimi është se Allah, lehtësimi vjen prej Allah subhanahu wa taala duke të ndihmuar ty Allah subhanahu wa taala me bë sabër. Edhe kjo është lehtësim prej Allah subhanahu wa taala. Nëse Allah ndihmon ty me bë sabër, me bë durim, po të rregut durimtar për një sprovë, për një fatkeqësi që të ka godit, atëherë ty kam të lehtësuar ajo vështirësi. Kam të lehtësuar ajo vështirësi. Edhe nëse çështja është aq e rëndë, aq e vështirë sa që nëse kish zbrit në një kodër e kish bërë ato hije plot. E kish formu krejt. Mirë, po ty të vjen e lehtë. Pse Allahu subhanahu wa taala ta ka lehtësuar ato? Ta ka lehtësuar që ti me bë sabër, me bë durim ndaj asaj sprove. Pra nuk do të kuptohet që lehtësimi prej Allahu subhanahu wa taala është vetëm një gjë që shihet me sy. Po që preket diçka konkrete. Nuk është vetëm kjo. Mirë, po lehtësimi prej Allahu subhanahu wa taala është edhe kur Allahu ndihmon ty që me bë sabër. Po për një çështje të vështirë, për një sprov, për një fatkeqësi trane kështu më radh. Ty doket shumë e lehtë ajo. Ndoshta dikujt ai doket shumë e vështirë, mirë, po për ty është e lehtë. Se Allah subhanahu wa taala ta ka lehtësuar që ti me bë sabër, me bë durim, edhe me përballu ato. Prandaj na duhet gjithsesi të jemi të bindur, kemi besim të plot, bindje të plot në premtimin që na ka dhënë Allah subhanahu wa taala që me vështirësinë vjen gjithçysh edhe lehtësimi. Pastaj vazhdon Allah subhanahu wa taala thotë fa idha faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Kur çlirohesh pe çështjeve, atëherë fansab drejtohu te Allahu subhanahu wa taala. Po kur të lirohesh pe veprave, pe punëve tua, atëherë drejtohu te një punë tjetër. Pra Allahu subhanahu wa taala po na mëson këto që njeriu do të vazhdimisht të jetë në punë, në vepër. Nëse lirohet me një punë, atëherë do të angazhohet me një punë tjetër. Do të lodhet me një punë tjetër. Sa që lirohet me një punë, do të angazhohet dhe të fillojë një punë tjetër. Lirohesh me një ibadet, fillon me një ibadet tjetër. Lirohesh me një çështje dunjas, angazhohesh me një çështje tjetër. Po njeriu do të më di që koha vazhdimisht kalon. Edhe do thotë i ik, pavarësisht a është ky angazhuar apo jo. A është në gjumë apo është zgjut. A është në kohë të lirë apo është duke punu. Koha ik, do thonë njeriu nuk ka mundësi kur më ndal kohën. Nëse këtë njerëz, këtë krijesa të bëhen bashkë, më ndal kohën, nuk kanë mundësi më ndal kohën. Ose më ndal diellin, për shembull, që mos zgjat dita, nuk është kjo në mundësinë e tyre. Prandaj përderisa është kështu edhe koha ty të vazhdimisht tik, atëherë do të që gjithë jetën tonë ti më mundu me bëj jetë të angazhimit, jetë lodhjes, që vazhdimisht e mbush me vepra. Po nëse e lirohesh me një vepër, fillon me një vepër tjetër, angazhohesh me një vepër tjetër kështu më radh. Nëse lirohesh me vepra të dunjas, angazhohesh me vepra të ahiretit. Nëse lirohesh me punëve të ahiretit, angazhohesh me çështje të dunjas. Për shembull, çfarë tregon Allahu subhanahu wa taala për namazin e xumos. Njerëz para namazit të xumos janë të angazhuar me fitimin e rrezikut, çështje të dunjas. Pastaj shkojnë në faljen e xumon, Allah subhanahu wa taala i ka urdhëruar që me një mas faljes xumos, me dal prapë me kërku mirësive të Allah subhanahu wa taala. Çu thot Allah subhanahu wa taala, pra namazi i xumos është një vepër e cila është rrethuar me dy vepra të dunjas, përpara dhe mas. Kërkimi i rrezikut. Çfarë thot Allah? Ja ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah. Po ajo që keni besu për thirrjet e ezanit. Pra fal namazin ditën e xumës, pra jeni të angazhuar me çështjet e dunjas, fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay'. Atëherë shpejtoni për të përmendni Allah, pra me fal namazin e xumës dhe lënë shit blerjen. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kjo është më mirë për juve nëse ju e dini. Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Sa të kur të kryhet namazi, atëherë prapë shpëndoni nëpër tokë dhe kërkoni mirësive të Allahut. Pastaj të lirona për një vepër, do të më angazhojmë në një vepër tjetër. Gjithmonë pra të jemi duke punuar, gjithmonë të jemi duke të angazhuar, duke vepruar diçka.
kur mos ndalem. Kto po na mëson Allahu subhanahu wa taala në këto ajete. Dikush mundet me pyet edhe me thonë, nëse unë vazhdimisht jam i angazhuar, vazhdimisht punoj, vazhdimisht do thonë veproj, atëherë dikur lodhna dhe humbi fuqitë dhe mos më vazhdu tutje. Mirë po që sa shef, Allah më shëroft, edhe që ky pushimi jot që e bën, nëse e bën me qëllim që më të kthy fuqitë, më të kthy forca. Pra më të kthy aktivitetin, me vazhdu një punë tjetër, edhe kjo është punë, edhe kjo është vepër. Por nuk do të thotë që kur po themi që vazhdimisht do të më koni angazhuar, që vazhdimisht më kon lëvizje. Pra edhe nëse je në kohë të lirë, je duke pushuar me qëllim që pastaj më kon më aktiv, më kon më i gjallë, më i fuqishëm, apo forcë më shumë me vazhdu me punën tjetër, atëherë edhe kjo llogaritet të vepër, edhe kjo llogaritet të angazhim. Po qëllimi është që njeriu vazhdimisht duhet të jetë, po për muslimanin nuk ka kohë të lirë me hub. Vazhdimisht duhet të jetë i angazhuar, duhet të jetë, do thotë të punoj. Edhe Allah subhanahu wa taala pasaj thotë wa ila rabbika farghab. Edhe te Zoti yt këtë qëllimi yt, pra synimi yt. Pra Allah subhanahu wa taala këtë qëllimi dhe synimi yt. Ai që ti duhet më shpresu. Po Allah subhanahu wa taala këto po na mëson që do thotë kur ti bësh punët e tua, kur ti kryesh punët e tua, edhe të largosh për aty në të lirosh për aty në punëve, do thonë fillon me punë tjera, atëherë këtë këto bëne për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pasërimi dhe qëllimi yt jetë për hir të Allahut subhanahu wa taala, mënyrë që me arrit shpërblimin pe Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu qëllimi yt jetë ose synimi yt jetë Allah subhanahu wa taala, që me tar ndihmë prej Allahut subhanahu wa taala. Po do të me qenë me Allahun subhanahu wa taala, para veprës edhe pas veprës. Para veprës jemi me Allahun duke e kërkuar ndihmën prej Allahut subhanahu wa taala. Po kërkojmë ndihmën prej Allahut subhanahu wa taala. Pas veprës jemi me Allahun duke shpresuar në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe këto Allah subhanahu wa taala po thotë wa ila rabbika farghab. Edhe te Zoti yt shpreso ose përkushto, le të jetë qëllimi yt, synimi yt. Edhe këto kemi një dobi të belagës, pra të elokuencës arabe. Se Allah subhanahu wa taala këto vot ila rabbika, kjo është ndërlidhur me foljen që vjen më vonë farghab. Edhe kjo po vjen para saj. Në realisht formulimi i fjalës i çdo është që kjo më ardh përpara. Pra kundrina të jetë e fundit. Mirë po përderisa para bëhet ma'mul, thotë objekti ku kryhet veprimi, po vjen më përpara, atëherë kjo tregon kufizim. Po qëllimi i kësaj është Allahu subhanahu wa taala po thotë që vetëm tek Zoti yt le të jetë synimi edhe qëllimi yt në gjitha çështjet tua. Po ti je i bindur, të kesh besim të plot, bindje të plot që sa herë që ti shpresën tonë, qëllimin tonë, synimin tonë e lidh për Allahun subhanahu wa taala. Përderisa në këtë gjendje të nuk ka mundësi që më mangësu diçka. Po gjithmonë do të kesh sukses në çështjet tua. Mirë po shumicës njerëzve ju mungon kjo gjendje. Por nuk janë gjithmonë me Allahun subhanahu wa taala, nuk janë gjithmonë që e kanë synim edhe qëllim Allahun subhanahu wa taala. Si para veprës duke kërkuar ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, si pas veprës duke kërkuar shpërblimin pe Allahut subhanahu wa taala. Prandaj është që shumë pe veprave të tyre do të ata kanë mangësi. Nga se nuk ka lidhje mes tyre, lidhje të fortë mes tyre dhe mes Allahut subhanahu wa taala në veprat e tyre. Prandaj ne e lutim Allahun subhanahu wa taala që të gjithë më na bëj pe atyre që i zbatojnë urdhët e Allahut subhanahu wa taala dhe i besojnë bindshëm lajmet që kanë ardhur pe Allahut subhanahu wa taala. Qase Allahu subhanahu wa taala është i fuqishëm për çdo gjë. Inshallah sonte po e marrim edhe surën tjetër, po shpjegojmë e çfarë sure Tin. Allah subhanahu wa taala e fillon këtë sure pas si çdo sure tjetër me fjalët e tij Bismillahirrahmanirrahim, edhe thot wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin. Pasha fikun dhe ullirin, edhe pasha turi sinin, pa malin e Sinajit, edhe pasha këtë vend të sigurt. Pa Allahu subhanahu wa taala po beton këto katër gjëra, që është fiku, pastaj ulliri, pastaj turi Sinaja, e pastaj vendi i sigurt është Mekka. Nëse kjo sure është me kase, për ka zbrit Mekë. Prandaj edhe Allah subhanahu wa taala kur po betohet vendin e sigurt, atëherë qëllimi është aty ku ka zbrit kjo sure, pra që është Mekka, edhe gjithmonë Mekka do ka qenë vendi i sigurt. Gjithmonë Allah subhanahu wa taala Mekën e ka vënë me kon vendi i sigurt. Pra Allahu subhanahu wa taala po betohet këto katër gjëra, po betohet edhe në turi Sina, pas fikut të ullirit,
këto dihet, janë këto dikat të Allahut subhanahu wa taala që i ka kriju. Edhe po betohet në Turi Sina nga se ajo është mali ku i ka zbrit Musa alayhis salam shpallja. Edhe po betohet në vendin e sigurt pranë Mekën, nga se kjo është vendi më i dashur te Allahu subhanahu wa taala. Po Mekka është vendi më i dashur për vendin e botës te Allahu subhanahu wa taala. Vendi që ka pozitë më të lartë te Allahu subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Disa dietar kanë thënë se Allahu subhanahu wa taala kur zhbetun këto tri vende, kur zhbetun me këto gjëra zhbetun tri vende të caktuara. Po kur ka thënë watini wa zejtun, për qëllim është toka e Palestinës. Da se fiku dhe ulliri mbillen shumë edhe do thotë japin shumë fruta në tokën e Palestinës. Edhe kjo është vendi i pejgamberëve. Edhe pejgamberi i fundit i Banu Israilëve që ka ardhur aty në Palestinë është Isa alayhis salam. Kurse kur betohet Turi Sina, betohet do thotë në Turin, malin e Turit ose Sinas ku Allah subhanahu wa taala ja ka zbrit, që tham shpalljen Musës alayhis salam. Kurse kur po betohet në vendin e sigurt, pranë Mekë është vendi ku i ka zbrit shpallja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj është betuar këto tri vende, edhe në cilat do thonë ka zbrit tri shpalljet ose gjitha shpalljet e Allahut subhanahu wa taala. Nga thonë Palestinë ka zbrit Zeburi. A dietarë thonë fjala Turi Sinin, qëllimi është Turul Baraka, po Turi që ka bereqet. Në kjo është kuptimi i kësaj fjale. Sinin do thotë që ka bereqet madh. Allah subhanahu wa taala ka përshkruar këto në shumë vende në Kur'an, Turi Sinin që ka thonë që thot bil wadi al muqaddas, është lugina e shenjtë. Po cila ka është e bereqetshme. Pas tyre betimeve Allahu subhanahu wa taala po tregon se për çka i ka sjellë këto tri betime. Po gjën për cilën po don mu betu Allahu subhanahu wa taala me këto tri betime. Thot laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Thot vërtet ne kemi krijuar njeriu në trajtën më të mirë. Po kjo është gjëja për cilën Allahu subhanahu wa taala po i sjell këto betime. Allahu subhanahu wa taala po tregon se njeriu ne ka krijuar në trajtën më të mirë. Edhe kjo fjali do thot është e konfirmuar me tri konfirmime. Që kemi përmendur edhe më herët, gjuhën arabe. A pjesa za la që or këto laqad tregon se para saj na ka betim. Allah subhanahu wa taala po betohet. Edhe po thot wallahi laqad khalaqna al-insan. Pasha Allahun, ne vërtet e kemi krijuar njeriu në formë më të mirë. Po është kjo fjali është e vërtetuar ose konfirmuar me spari me betim, i cili edhe pse nuk përmendet përcaktohet aty në fjali, pastaj me pjesën l, që është edhe pastaj me pjesën qad. Këto janë konfirmime që e konfirmojnë fjalinë në gjuhën arabe. Po Allah subhanahu wa taala po betohet apo tregon se gjithsesi njeriu ne ka krijuar trajtën në formën më të mirë. Fi ahsani taqwim, do në formën e trajtën më të mirë. Çka është qëllimi? Do thotë në formën më të mirë si krijesë. Mi po gjithashtu në formën më të mirë në fitrë, natyrshmërinë. Natyrshmërinë cilën Allah subhanahu wa taala ka krijuar. Prandaj nuk ka krijesë më të mirë, më të mrekullueshme, më të bukur se sa Ademi. Allah se sa biri Ademi, po njeriu. Gjitha krijesat që janë këtë tokë janë nën krijimin e njeriut. Allah subhanahu wa taala kështu po na tregon. E pastaj thot thumma radadnahu asfala as-safilin. Pastaj këtë njeri e kemi kthyr në pozitën më të ulët. Ose u bë më i ulët i pitulve, pozitën më të ulët. Qëllimi me këtë ajet janë dy kuptime që i ka dhënë dietarët. E para është se kjo është kur njeriu kthehet në krijimin e tij. Por çështja përmend Allahu subhanahu wa taala në surën Nahl ajetin 70 wa minkum man yuraddu ila ardhil umr. Pe juve ka që kthehet në atë ymrin ose pjesën e jetës që është e keqe, pra pleshnia është fjala. Pleshnia është tyr. Po që është, do ajo mosha më e keqe e njeriu. Do njeriu sa më shumë që shton vite, aq më shumë ndryshon. Edhe aq më shumë përkeqësohet gjendja e tij. Sa i përket forcës trupore fizike, formës tina, trupit trajtës, po ashtu sa i përket asaj bukurisë të fytyrës tina, do thonë në rrudhët, i dalin rrudhët e kështu me radhë. Sa më shumë që shkon ka pleshnia, sa më shumë që shton vite, aq më shumë do thotë bëhet pamja tina dhe forma tina më e keqe, më e ulët domethënë. Dhe kjo është qëllimi që Allah subhanahu wa taala kthen njeriu në më të ultin prej tulve, në gjendjen më të keqe, do thotë në krijimin e tina. Mirë, po na më lart ta them që Allah subhanahu wa taala kur thotë kemi krijuar njeriu në formën më të mirë, që qëllimi është edhe natyrshmërinë.
Prandaj edhe këtu Allahu subhanahu wa taala kur po I kthehet do thotë kemi vendosur pozitën më të ulët, qëllimi është edhe sa I përket fitrës, natyrshmërisë, për cilën Allahu subhanahu wa taala ka vendosur e ka brumos, do thonë në çdo njeri, po që është me besu Allahu subhanahu wa taala të vetmin. Po bëdej sa njeriu është formën më të mirë, Allahu subhanahu wa taala ka krijuar edhe në këtë natyrshmëri. Pastaj mbi këtë natyrshmëri ndërtohet edhe bazohet I gjithë ibadeti njeriu. Prandaj Allahu subhanahu wa taala këtu po na jep sinjal, shenjë që kapi njerëzve që pasi që është në pozitën më të lartë të imanit, të adhurimit, e kështu me radhë kthehen në gjendjen më të ulët. Po mbasi që ka qenë në kulm pjesën më të lartë të imanit edhe dijes, ai kthehet në pjesën më të ulët, pra devijon edhe lën rrugën e Allahut subhanahu. E ky ajet pra I përfshin këto dy kuptime. Prandaj edhe Allah subhanahu taala më herë mas kësaj po e sjell përjashtimin, po thotë illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Por është atyre që kanë besu edhe kanë bërë vepra të mira, ata do të kenë shpërblim të pandërprerë. Po kjo është përjashtim për fjalës të Allahut subhanahu taala, thumma radadnahu asfala safilin, pastaj ne e kemi kthyr njeriu në pozitën më të ulët, ose kemi bërë krijesën më të ulët. Pra përveç atyre që kanë besu edhe kanë bërë vepra të mira, pra vazhdimisht kanë besu edhe kanë bërë vepra të mira, atëherë ata nuk të kthehen në pozitën më të ulët, ose me kon krijesat më të ulta. Qase ata janë të kapur për imanin dhe veprat e tyre. Edhe kështu vazhdojnë, do thotë me ndihmën edhe lejen e Allahut derisa të vdesin. E për këta persona Allah subhanahu taala thotë falahum ajr, pa ata do të kenë shpërblim te Allah subhanahu taala ghayru mamnun, të pandërprerë. Kjo fjala mamnun I ka dy kuptime në gjuhën arabe. Një është ghayru maqtu', po të pandërprerë, vazhdimisht kam marrë shpërblimin në ahiret prej Allah subhanahu taala. Nuk I ndërprehet kur pafundësisht. Gjithmonë do ta marrin edhe do ta shijojnë shpërblimin e Allahut subhanahu. Ose kuptimi I dytë është që do thotë përfshin kuptimin e minna që është në arabisht. Minna është kur dikush t'i përmend të mirat që ti ka bërë. Qysh ndodh mesin e njerëzve. Nëse dikush ta bën të mirë, atëherë ta përmend mas dikon. Po atë unë të kum ndihmu ty të kum bëj kështu, të kum bëj ashtu. Padyshim që këto të mira njerëzve I kanë ardhur prej Allahut, besimtarë është fjala. Po imani I tyre, veprat e mira. E pastaj shpërblimi për këto vepra. Këto janë mirësi, dhunti prej Allah subhanahu taala që na kanë ardhur neve. Mirë po Allah subhanahu taala kur nuk na I përmend këto. Po s'ka minne prej Allahut. Ghayru mamnun Allah kur nuk na I përmend këto të mira që na I ka dhënë. Qase Allah subhanahu taala është I përsosur. Po për dallim ose ndryshe për neve njerëzve. Çështjet tona dunjas kur ndihmoni njëri tjetrit, momente që do thotë s'na pëlqen diçka ose na prish ai diçka, më I thonë unë të kum ndihmu, unë të kum bëj, ja përmend të mirat që ja kemi bërë. Pastaj Allah subhanahu taala thot fa ma yukadibuka ba'du bid-din. Atëherë çfarë shtyn ty që me mohu apo me përgënjeshtru ditën e dinit. Vërtet me përgënjeshtru dinit. Allah subhanahu taala pasi që po fol vetën e tretë, pastaj po kthehet në vetën e dytë dhe po I drejtohet njeriu. Po fa ma yukadibuka. Atë çka po të shtyn ty o njeri? Që ti me mohu dinin, pra qëllimi është atë që Allah subhanahu taala na ka urdhëruar prej fesë. Po mos me adhuru Allah subhanahu taala, mos me kry urdhnat e Allah subhanahu taala, me mohu këto, ose me shujt gënjeshtra. Me shujt fenë Allah subhanahu taala që është gënjeshtër. Çka po të shnytë? Po ashtu po I drejtohet Allah subhanahu taala çdo njeriu. Pra nëse njeriu I kthehet origjinës tina, I kthehet krijimit në cilën e ka krijuar Allah subhanahu taala. Pa I kthehet formës, trajtën në cilën e ka krijuar, pra I kthehet vetes tina, edhe sheh që Allah subhanahu taala ka përzgjedhur mesin e gjitha krijesave. Pra ka krijuar formën më të mirë. Ja ka dhënë trajtën më të mirë. Gjithashtu ja ka dhënë fitrën, natyrshmërinë më të mirë. Po që njeriu vet prej natyrshmërisë tina beson Allahun subhanahu taala, krijuesin e gjithësisë. Atë njeriu ti shtohet imani. Ai shtohet edhe më shumë besimin në librin e Allahut subhanahu taala dhe në lajmet që I ka sjellë Allahu subhanahu taala në këtë libër, edhe lajmet më herët që I ka sjellë përmes pejgamberëve, përmes të dërguarve të Tij. Prandaj Allahu thotë çka po të shtyn ti pas gjithë kësaj me mohu dinin fenë Allahut subhanahu taala. Edhe thotë eleysa Allahu bi ahkamil hakimin, a nuk është Allahu ahkamul hakimin. Çfarë është kuptimi ahkamul hakimin? Edhe kjo ka dy kuptime.
Allah subhanahu wa taala spari po e sjell këto në formë pyetjes për me vërtetu që gjithçysh Allahu subhanahu wa taala është ahkamul hakimin. Pra bësh sa i thoni istifham li taqrir. Pyetje për me vërtetu një gjë. Po Allah subhanahu wa taala po e pohon, po vërteton për veten e tij se është ahkamul hakimin. Fjala ahkam gjuhën arabe është ismu tafdil ose emër superlativ, që tregon se Allah subhanahu wa taala është më i miri. Ose që Allah subhanahu wa taala është më i përsosur sa i përket hukmit. Çka kuptojmë që Allah subhanahu wa taala është ahkamul hakimin? Kto e ka dy kuptime. Ose qëllimi është se Allahu subhanahu wa taala e ka gjykimin më të madh, vendimin më të madh. Pra që askush nuk ka mundësi me kundërshtu vendimin e Allahu subhanahu wa taala, se atë me cilën ka gjykuar Allah subhanahu wa taala. Prandaj kjo i bën ahkamul hakimin, që Allah subhanahu wa taala është gjykatësi më i drejtë, edhe gjykatësi më i mirë, edhe askush nuk ka mundësi me refuzu edhe me kundërshtu gjykimin e Allah subhanahu wa taala. Pra atë për cilën gjykon Allahu më ndodh ose vendos Allah subhanahu wa taala më ndodh në universin e tij. Ose kuptimi është për hikmës, për urtësisë. Po që Allah subhanahu wa taala është ahkamul hakimin, më i urtë për gjithëve. Po e ka urtësinë më të lartë, e ka urtësinë më të përsosur. Pra, për kësaj beqëtojnë që Allah është ahkamul hakimin si kader, si krijim, ose si paracaktim ose gjykim, edhe është ahkamul hakimin si fe. Po që Allah subhanahu wa taala në gjitha ligjet, dispozitat, vendimet që i ka ligjësu është më i urtë. Po ligjet e Allah subhanahu wa taala, dispozitat e tina janë plot urtësi, por janë plot dituri, janë plot dije. Ato është drejtësia e plot. Prandaj gjithë çështja, pra, i gjithë vendimi dhe gjykimi takon Allahu subhanahu wa taala, gjithë çështja kthehet te Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu do thotë edhe këtu përfundon edhe komentimin edhe shpjegimi i kësaj sure, ne lutem Allahun subhanahu wa taala që më na dhon dije, më na furnizon dije rreth librit të Allahut subhanahu wa taala dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vërtet Allahu subhanahu wa taala është i dijshëm edhe i fuqishëm për çdo gjë. Allahu alem, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.